Mëngjesi, unë sot po shkoj tek një hotel këtu në Ibiza që ka ardhur shoqja ime, edhe po iki tek ajo sepse do bëhemi gati dhe do ikim në San Antonio së bashku. Do ikim në det, edhe nuk e di ku do shkojmë tjetër, do ta shohim gjatë rrugës. Edhe tash po shkoj tek ajo, unë sapo kam bërë një dush, edhe jam pa make-up, jam veshur dhe me rroba shtëpie, edhe kam marrë çantën me vete, dhe do bëhem gati tek ajo siç e thash, do bëj make-upin atje dhe do vishemi së bashku, kështu që shifeni videon deri në fund. Ne sapo u veshëm, kam veshur këtë bluzën të shkutur, por nuk duket, është kështu me barkun jashtë, kam veshur një fund të rozë, që është fund pantallon, tani po lyhem pak me vrap, kurse Alba ka veshur xhinse të shkurtra dhe një bluzë të shkurtër dhe rrobat e banjës kemi veshur poshtë sigurisht. Edhe do ikim sepse nuk na vajti në fakt se ne do presim perëndimin e diellit andej. Edhe do ngrim ftohtë. Jo, as shtat. Do ngrim ftohtë, tha. Se mos mora. Zica të gold. Gold? Po. Marrë edhe gold edhe silver. Alba ka ardhur dhe siguruar që nga Gjermania ka marrë gjitha kremra vajra, xixa. Ka marrë xixa shumë të bukura, që trupi të shkëlqej dhe të duket bukur. Ne na ndodhi një histori këtu, Albës më saktë. Albës, ku tjetër? Albës. Po. Është një histori e shëmtuar, por për të qeshur. Për qeshur, për të njerëzit. Për të qeshur, po. Dhe do ja tregoj tani duke u lyer me vrap. Historia është kështu. Alba po rri tek një hotel që është afër me shtëpinë time dhe ka prenotuar këtu një dhomë. Si vazhdon historia? Edhe nese. Ndjen e dole me Albën. S'kemi ditur të mbyllim sejfin. Po, nuk dinim që të mbyllnim kasafortën. Sepse nuk ishte asnjë letër se si shnoj, dhe çdo kasafort është e ndryshme. Po, Alba flet për pasken, por nuk e di dëgjohet apo jo. Ti përsëri fjalët e mia, mësoj po. Nuk dinte të mbyllte kasafortën, Alba. Nuk di as ti. Unë nuk di deri andej, se s'kam aq leksa për kasafort akoma. Ai, gjuna fsharja. S'kemi arrit deri aty. Aha. Edhe nejse, nuk dinte të mbyllte kasafortën. Edhe pastaj dje në darkë dolëm me Albën këtu në qytet dhe dolëm për darkë. Dhe Alba te kasaforta kishte lënë unazën e fejesës së saj. Por nuk e kisha mbyllur kasafortën. Dhe nuk e kishte mbyllur kasafortën, kishte lënë dhe dokumentat e saj dhe biletën edhe gjërat personale këto pasaport etc. thash. Dhe kur vjen Alba në shtëpi, pastaj duke kontrolluar kështu si që bëm punë kjo gjithmonë. Edhe kishte parë, por unë isha në gjumë nga ora çfarë më kishte shkruar moti? 12 e natës. 12 e natës, atëherë ishte kujtuar, ishin fut xhindet atëherë. Kisha një orë po kontrolloja. Kishte një orë që po kontrolloja, thotë atëherë më shkruan mua, por unë kur fle e fik internetin. Edhe kur zgjova sot në mëngjes, lexoj mesazhet e Albës që kishte thënë më kanë marrë unazën dhe nuk është se s'kam lënë vend pa kontrolluar mbrëm. Edhe sigurisht që u tremba, thash ç'ne, ç'a ka ndodhur. Edhe flas me këtë dhe i them që do vi për te hoteli për pak, ndërkohë që të bëheshim gati dhe për plazh, siç ju tham. Ndërkohë erdha me Angelon. Dhe Angelo foli me recepcioniste, quhet ajo? Po. Dhe i tha që gocës tha i ka humbu naza tek dhoma dhe nuk është gjë e mirë kjo.
mund të hapni kamerat dhe të shikoni filanor sepse gocat kanë dalë dhe nuk kanë qenë në shtëpi dhe Unaza nuk është aty dhe Unaza për më tepër është Unazë fejese, nuk është ndonjë gjë shumë e thjeshtë dhe pse s'është gjë e mirë të ndodhin këto gjëra. Edhe zonja të recepcioni i tha që është një temë shumë delikate dhe gjë që ne nuk na ndodh këtu, por megjithatë do t'i them se kush pastruese ka qenë dhe të shohin. Por thanë që do vi pastrusja dhe do shofi dhe do kontrolloj ajo nëse do ta gjejë Unazën të dhoma apo jo. Dhe unë se ne do dilnim. Po, me mendjen se ne do dilnim. Vjen pastrusja te dhoma dhe ndërkohë unë isha me Albën këtu sepse po bëheshim gati për plazh si tani që për plazh duke u lidhur. Kemi akoma në përpara. Po, që po përgatitemi akoma. Vjen pastrusja direkt sa vim ne. Edhe i ra derës, edhe ne e hapëm. Dhe kjo erdhi dhe tha direkt që ju ka humbur Unaza, tha, kështu më thanë, tha, dhe a mund ta hapni pak kasafortën, tha, të shohim. E hap Alba kasafortën, do të thënë kështu direkt, dhe kishte dokumentat brenda dhe disa bijuteri të tjera. Dhe pasi heq bijuteri të tjera dhe dokumentat, ajo i thotë ngri atë tapetin e kuq që është e kasaforta. Dhe sa po Alba ngri tapetin, kjo fut dorën direkt pastrusja dhe ngri kështu. Pa kontrolluar, ngri direkt, ja tha ku është Unaza. Wow. Unë nuk di që të them si mund të shpjegoj reagimet tona, por Alba ishte o faleminderit edhe unë, po më qoni sytëzita shqyqyr që u gjetë në radhë parë. Por që kur iku ajo, po mendoni mirë që nuk ishte ashtu si që dukej. Do me thënë ajo thjesht e kishte në dorë dhe sa vajti u fut direkt te kasaforta, futi dorën kështu dhe e nxori sepse Alba mbrëm. Gjestin që bëri kur erdhi që nuk kontrolloi. Dhe një ndër detajet është se kur erdhi pastrusja, nuk tha që do vi të shoh një herë dhomën të kontrolloj, të fillonte dhe të shifte dhomën, por u fut direkt dhe tha që hap kasafortën. Dhe detaj tjetër më i rëndësishëm është se Alba kur ka kontrolluar mbrëm, e ka ngritur kasafortën, ajo tha ngrita kështu e shkunda mirë, o që atë tapetin e kuq që është brenda kasafortës, se sigurisht mund të fshihen dhe poshtë asaj. Edhe ajo sa fut dorën te kasaforta, nxjerr direkt Unazën dhe nuk e bën një herë kështu të shoh kasafortën tek ajo ansorja kështu. Por ajo bëri, gratatata. Por ajo bëri një magji dhe e nxori kështu direkt. Fa, ja tha ku është Unaza. Sigur s'ke para aty. Na bëri neve të ndihemi fajtore. Fajtore. Me thonjë sa pra normale. Na bëri të thoni budallachka, jo fajtore. E çuditshme. Në fakt nuk mund të ishte ajo që mund ta kishte vjedhur. Mund të ketë qenë ndonjë tjetër, por që po pse s'pritën ato sa të dilnim ne dhe pastaj gjoja gjetën apo donin ta bënin më të besueshme pra. Që janë e pam me e pra keq. Që ne e pam me sy tanë që ajo nxori nga kasaforta dhe nuk kemi kontrolluar siç duhet. Kjo është dhe historia që ndodhi. E pra keq. Përveç 100 historish të kulla. Përveç historive të tjera që ndodhin Albës në aeroport gjithmonë. Unë s'kam shumë histori kështu. Që në shtëpi vajti harroi çantën edhe pasaportën brenda. Mora kumllat e tu s'kisha me duar poshtë. Mori disa kumlla për mua se unë si një gotë shtatzani që jam i kërkova disa kumlla. Jeshile për të ngrënë edhe kjo me solli, vajti harroi në shtëpi. Jo, ato i kisha moj, ti më mbyll dera po. Jo mbyll dera dhe i la brenda. Mirë që u kthye se. Ti mirë që u ktheve se ku të vije pa kumlla. Kjo ishte historia që na ndodhi në sot, nuk e di të shohim çfarë historisë do na ndodhin rrugës, por gjithsesi doja t'tregojmë edhe juve. Mos më gjykoni që kam bërë penel për në plazh, por harrova. Jo, thjesht po shkoj për të bërë foto të bukura me bebushin të barku. Se kam marrë disa rroba të bukura. Edhe Alba, sigurisht. Edhe jemi gati që të ikim.
Unë vetëm rimelin kam dhe pa kontur. Normale, si më dasëm. Ju të rëgoj dhe veshjen pastaj para pasqyrës në fund. Kurse veshjet e tjera ju të rëgoj gjatë rrugës. Andej kur të bëhemi gati. Do marrim ndonjë gjë për të pirë. Ndonjë snacks, kemi marrë peshqirat, kemi marrë... Që quhet ajo që shtrohet në tokë? Çorçaf. Çorçaf pikniku. Jo, plazh. Pa. S'po i lë mirë. Kush është nga jugu e kupton? Kush është nga jugu e kupton sa Alba? Unë si di njerëzit e mi nga më ndjekin. Po pse si pyet një herë? Po se di, janë shumë. Thjesht i përshëndes gjithmonë. Po interesova. Do interesohem, si shpejt. Interesante të interesohesh. Interesante. Hajdeni me ne sot pra se do ja kalojmë shumë bukur. Hajdeni virtuel, jo fizikisht. Sot po mbarova dhe make-upin dhe tani do pres të mbaroj dhe Alba dhe do ikim. Ja pra ne sa jemi veshur dhe tash do ikim, kemi dhe kapelen këtu. Alba me xhinse dhe unë me fund. Ja e kanë lënë gati këtu. Po na presin neve që të ikim. Edhe do pastrojnë. Ky është edhe hoteli ku rri Alba. Ka pamjen e bukur poshtë që është direkt det. Dhe njerëzit duke bërë plazh këtu. Sot ishte shumë vap. Si dje. Sa shumë. Qita ta vetë na përqef të vetë. Sa po erdhëm për të ngrënë. Se po kemi ardhur në një vend të bukur. Edhe jemi shtrirë me Albën. Dhe po pim koktejle tanë, pastaj të shkojmë aty te deti. Tani po ikim poshtë tek deti, sepse ora shkoj 6 masdite. Dhe po ta mendosh s'ka përndur akoma dielli. Po. 6. 6 pa 5. Deti është super i pastër.